Gjatë vizitës së djeshme në Shkup, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa përcolli dy mesazhe të rëndësishme për qeverinë dhe opinionin publik të Maqedonisë së Veriut. Së pari, ai rikonfirmoi përkushtimin e BE-s ndaj zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se perspektiva evropiane e Maqedonisë së Veriut mbetet reale nëse vendi vazhdon me reformat dhe përqafon vlerat evropiane. Së dyti, Costa deklaroi se korniza negociuese nuk do të ndryshojë dhe u bëri thirrja autoriteteve që të përfshin bullgarët në kushtetut si kusht për nisjen e bisedimeve me Brukselin. Me këtë refuzohet propozimi i qeverisë për ndryshime kushtetuese me afat të shtyrë dhe garanci për ndaljen e kërkesave të reja nga Bullgaria. Përballë këtij realiteti, kryeministri Mickovski reagoi me nervozizëm. Ai deklaroi se nuk do të nisë ndryshimet kushtetuese pa parë vullnet të mirë nga pala bullgare, duke banalizuar çështjen me sugjerime ironike që në preambul mund të përmenden edhe portugjez, francezët apo edhe spanjollët, vetëm që të arrihet një zgjidhje me Bullgarinë. Mickovski tashmë nuk kërkon ndryshime me afat të shtyrë apo garanci për mungesë bllokadash, por që Bullgaria të zbatojë vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut në lidhje me të drejtat e pakicës maqedonase. Me fjalë të tjera, ai kushëzon njohjen e pakicës bullgare në Maqedoni me njohjen e pakicës maqedonase në Bullgari. Praktikisht kërkon nga Sofia njohjen e identitetit etnik maqedonas, që për momentin është pothuajse e pamundur. Kjo strategji sugjeron se Mickovski vendos qëllimisht kushte të papranueshme për të shmangur nisjen e negociatave, të cilat do të transformonin realitetin në vend, sidomos në fushën e sundimit ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Dihet se establishmenti politik maqedonas, jo vetëm Mickovski, është skeptik ndaj integrimit në BE. Ata e kuptojnë se antarësimi do të nënkuptonte fundin e qeverisë së bazuar në voluntarizëm politik dhe korrupsion, mjete me të cilat kanë ruajtur kontrollin mbi popullin dhe mbi përfaqësuesit politik të komuniteteve tjera, sidomos shqiptarëve. Përveç rezistencës ndaj reformave, VMRO kundërshton edhe protokollet me Bullgarinë për fshir hapjen e dosjeve nga ish Jugosllavia, një kërkesë që Sofia e sheh si mënyrë për të dokumentuar politikat e çkomtarizimit ndaj bullgarëve të Maqedonisë. Indiferenca e qeverisë ndaj integrimit evropian vërtetohet edhe nga lidhjet e ngushta të kryeministrit me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i konsideruar dele e zezë në BE për shkak të autoritarizmit dhe qëndrimeve proruse për luftën në Ukrainë. Këto lidhje, ashtu si edhe afrimi me Aleksandar Vučić, e dëmtojnë imazhin evropian të Maqedonisë së Veriut. Vizita e Koshtës nxori në pa edhe një zhvillim tjetër të rëndësishëm. Mickovski po humb shpejt kredibilitetin tek partner strategjik. Nëse Gruevski i duhej një dekadë për të izoluar vendin nga perëndimi, Mickovski po e bën këtë më pak se për një vit. Shenjat e para të krijimit të një fronti anti-VMRO tashmë janë të dukshme. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe mori pjesë së fundmi në një ngjarje në Bruksel ku mbështeti ndryshimet kushtetuese për zhbllokimin e integrimeve. Reagimi i VMRO-s ishte i menjëhershëm, akuzat në mediat proqeveritare për bizneset e Filipçes në Dubai dhe sulme personale ndaj anëtarëve të partisë. Në të njëjtën ditë, kur Costa vuri në alarm qeverinë, ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar, u bëri thirrje autoriteteve që të mos humbin mundësinë historike për nisjen e negociatave. Ndërkohë, Shkupin e viziton edhe ministra e jashtme austriake Beate Meinl-Reisinger. Austria luan një rol kyç në politikat e BE-s ndaj Ballkanit dhe shpesh zëri i saj është përcaktues në Bruksel. Në këtë kontekst, Mickovski duhet i marrë seriozisht paralajmërimet që vijnë nga Brukseli, Washingtoni dhe Vjena. Koha për taktizime ka mbaruar. Tani është momenti për veprime.